Fotografi, video ingjizime e biseda janë prezantuar në gjykimin ndaj Milon Milenkovicit, Aleksandr Vllaiqit, Dejan Pantiqit e Miomir Vakiqit, të akuzuar për sulmin me granata të kryer në dhjetor të 2022-s, ndaj zyrës së Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovic të Veriut. Në seancë, prokurori special Bekim Kodraliu prezantoi 14 raporte të policisë, që sipas tij vërtetojnë koordinimin e të akuzuarve gjatë kryerjes së sulmit. Ky është një ndër komunikimet në të cilat Aleksandr Vllaiq i jep të se si do të veprohet në ditën kur do të fillojnë të hapet gjyqja e KKZ-s në Mitrovic. Nëse më lejoni, do ta citoj vetëm një bisedë në të cilën thotë se në mëngjes duhet të vinë zotërin nga KQZ dhe jo sonte, domthonë ka qenë njoftuar edhe për vizitën që do ta bëjnë zyrtarët e KQZ-s në zyrën që gjendet në rrugën Kollashinska. Prokurori lexoi disa nga komunikimet. Kam dëgjuar për në mëngjes, dyshoj natën pasdite dhe është mjaft e rrezikshme. E po edhe unë kështu mendoj. I Panderi Vllaiq citon: do të vëzhgojnë, nëse do të jetë pak vau, ata po ndjejnë pulsin, duke i referuar policisë që do duhet të ndërmarrin veprimet në lidhje me sigurinë e funksionimit të asaj zyre. E për të akuzuarin Milon Milenkovic, i njohur si Lune, prokurori Kodraliu tha se në bazë të provave, bashkë me persona të tjerë ka sulmuar zyrat e KKZ-s. E kemi sulmin kur ndodh nga i Panderi Lune me një grup persona të tjerë duke hodhur granata dhe mjete shpërthyese brenda. Kjo është ngjarja se si zhvillohet në momentin kur pritet edhe ardha e autoambulantave për të pajisur me mjete shpërthyese. Në provat e prokurorisë tregohet se i akuzuari Milenkovic ka kërkuar të shtihet me ardhmë në drejtim të tij dhe veturës së policisë në rast se arrestohet. E për të akuzuarin tjetër, Dejan Pantiq, prokurori Kodraliu tha se provat materiale tregojnë se ka marrë pagë nga sistemi i Serbisë. Thuhet se ka qenë pjesë e strukturave të mbrojtjes civile, e strukturave të sigurisë së Serbisë, për të cilën kemi nxjerrur prova konkrete që ka pranuar edhe pagë nga sistemi i Serbisë. E provat materiale i kundërshtuan avokatët e të akuzuarve. Unë do të kundërshtoj me radhë provat për të mbrojturin tim. I kundërshtoj të gjitha fotografitë dhe në tërësi të gjitha provat. Në akt akuzë theksohet se fotografia numër 2 e tregon të akuzuarin Milenkovic dhe Pantiq se si shkojnë te zyrat e KKZ-s. Askush nga të pandehurit dhe Pantiq nuk shkojnë në zyrat e KKZ-s. Ne e dim shumë mirë se çfarë është ky proces, është thjesht politik. Në akt akuzën e prokurorisë speciale thuhet se gjatë sulmit në objektin e KKZ-s në Mitrovic të Veriut, një autoambulancë u përdor për bartje të granatave të dorës, e të cilat i mori akuzuari Milenkovic. Ai dhe të pandehurit Vllaiq, Pantiq e Vakiq akuzohet se kanë hedhur granata dore dhe shok bomba me qëllim të detyrimit të institucioneve shtetërore të Kosovës për t'u tërhequr nga organizimi i zgjedhjeve të 23 prillit në veriun e banuar kryesisht me serb.